Allahu Manushëm urdhon e thotë në Kur'an, me të vërtet faraoni u bë arrogant në tokë dhe filloi të sklavroj një pjesë të tyre dhe të përçaj pjesën tjetër të tyre. Pejgamberi alayhi salatu wassalam urdhon e thotë në hadithin e tij sharif, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min al-kibr, nuk hyn në xhennet ai i cili ka në zemrën e tij qoftë edhe një grimc me në madhësi. Allahu Manushëm na e sill këtë sëmundje kaq të rëndë shpirtërore në kontekstin e një paralajmërimi kaq të madh lidhur me pasojat, sepse çështja e mendimallësisë është një problem madhor jo vetëm në rafshin individual, por edhe në rafshin kolektiv, madje edhe në rangun global. Mirë po, e gjitha nis nga ku? Nga një gjendje shpirtërore e caktuar e brendshme individuale që quhet mendimallësi. Prandaj edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam paralajmëron për këtë ndëshkim të dhimbshëm. Dhe shariati islam ka një parim shumë të madh. Do ta kuptosh rëndësinë e madhe të objektit të një dispozite shariatike ose të një ligji ose të një çështje islame, shife se çfarë shpërblimi apo ndëshkimi ka vendos Allahu Manushëm për të. Shpërblimi nëse është punë që duhet me e bë dhe ndëshkim që është punë që duhet me e lanë. Sa më i madh ti shpërblimi, aq më e rëndësishme është gjëja për cilën urdhnohesh. Edhe sa më i madh ti ndëshkimi i paralajmëruar, aq më e rëndë dhe aq më e rrezikshme, aq tregon më herë se është e rrezikshme ajo çështje për cilën ftohesh për me e lanë. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wassalam na thotë, nuk hyn në xhennet ai i cili ka në zemrën e tij një grimc me në madhësi. Pse një grimc? Nga kjo kuptojmë se pastrimi nga mendje-madhësia nuk ka lidhje me përqindje. Vallai s'ka problem, ja 70% duhet me i heq, ja 30% duhet me i lanë, se burri duhet me qenë pak mendje-madh. Vallai nuk ka problem, na 11% me i fat duhet me heq, 10% duhet me i lanë. A ka problem që se 99% i heqin, 1% ngelet? Pejgamberi alayhi salatu wassalam na thotë mithqalu dharra. Pra mithqalu dharra do thotë një habbe, një farë e vogël është mithqalu dharra. Një grimca më e vogël e mundshme, e pa me sy. Pejgamberi thotë me këtë lloj problemi nuk duhet me pas asnjë lloj kompromisi. Fare. Domethënë zemra duhet pastrohet përfundimisht nga çfarë? Nga mendimallësia. Dhe thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Man tawadha lillahi hakadha, rafa'ahu hakadha." Ai i cili tregohet modest për Allahun e Manushëm kështu, Allahu Manushëm e lartëson kështu. Pra ti shkon poshtë për atë të Zotit, domethënë tregohesh modest, Allahu të lartëson kështu. Domethënë ashtu siç ndëshkimi është shumë i madh, ashtu dhe Allahu Manushëm në mënyrë të drejtë për drejtë ka marrë përsipër me shpërbly modestin. Vetë Allahu Manushëm, rafa'ahu hakadha, Allahu e lartëson kështu, në mënyrë të drejtë për drejtë, me forma që i di vetë Allahu Manushëm, Zoti i gjithësisë. Dhe modesti nuk do të thotë heqje nga e vërteta, heqje dorë nga e vërteta. Përkundrazi, modesti do të thotë këmbgulje tek e vërteta dhe qëndrueshmëri deri në fund, sepse mendimallësi nga ana tjetër do të thotë, kur foli pejgamberi alayhi salatu wassalam për mendimallësinë dhe sa e rrezikshme ishte ajo, i thanë pejgamber, "Walakin ar-rajula yuhibbu an yakuna na'luhu jamilan wa thawbuhu jamil." Por njeriu do më e pas rrobën edhe kpust do më pas bukra. Tha pejgamberi lejse bidhalik, nuk e ka qëllimin këtu, tha, walakin al-kibra batrul haqq wa ghamtun nas. Por mendimallësia është çfarë? Mohimi i të vërtetës dhe përçmimi dhe dhunimi dhe shkelja e njerëzve. Kjo është mendimallësia. Tash ti kthehemi aty ku e nisëm. Pse ndëshkimi është kaq i madh dhe pse nuk duhet asnjë lloj kompromisi me mendimallësi që në gjenez duhet më shkon me rajnë duke pas parasysh se çështje individuale. Sepse efektet e mendimallësisë janë shkatrimtare edhe në rang global. Pse Allahu Manushëm na sjell këto dy modele madhore që her pas here u kthehemi në Kur'an? Modeli dhe kategoria e faraonit dhe modeli dhe kategoria e Jusufit alayhi salatu wassalam dhe Sulejmanit. Çfarë i karakterizon të këto të dy? Kthehemi tek faraoni. Inna firauna ala fil ardi. Shikoni? Faraoni u bë mendje madh në tokë.
Ajo grimca e vogël deri këtu, ajo grimca e vogël që duhet me shkull, ajo grimca e vogël, për shkak se faraoni nuk i kushtoi vëmendje, e bëni faraoni i cili ishte prijetar i pari i civilizimit egjiptian. Çfarë të bëj? Ala fil ardi, u bë mendjemadh dhe arrogant tokë. Tashti dalin tek pasojat. Në rafshim individual, dikush është mendjemadh të fyr me mimik, me shikim, me sjellje, nuk ta kthe selamin, mendjemadh. Mendjemasia rangu individual shkon edhe për tutje. Kur në momentet caktuar dikujt i cënohet ai mendjemasia, pavarësisht se kërkon ta modifikojë me emra të ndryshëm, mendjemasia ngelet përderisa nuk e pranon të vërtetën, edhe përderisa nuk lejon që dikush të jetë mbi ty, edhe atëherë kur duhet me qenë. Dhe për shkak se mendjemasia mundohet njeriu çfarë? Ravi individual, nxjerr edhe kleç ka se lloj për problemesh, me të mbajt me fjalë larg vetes ose me fjalë me të mbajt në vete. Deri këtu shkon, deri pasoja kush është? Shkatrim marrëdhënies. Pasoja kush është? Vrasje. Eliminime. Deri këtu, rangu individual, deri këtu e çon mendjemasia njeriu. A nuk e çon mendjemasia shejtani mallku? Në xhenem? Në xhenem madhe çfarë? Mendjemasia e çon shejtani mallku që ti shpall hasmëri të përjetshme kujt? Ademit dhe bijve ti dhe trashëgimtarëve ti deri në ditën e Kiametit. Do të thënë po të qëndrote e liga e shejtanit deri tek eliminimi fizik në këtë dynja halal dhe shimboll. Problemi është se mendjemasia e tij e ka çuar deri atje, saqë nuk merret me eliminimin tonë fizik, po merret me kë? Me të bëtë përjetshëm zjarri i xhenemit. Ky është misioni. Për shkak kujt? Për shkak të mendjemasisë. Rangun individual. Faraoni, dhe mos harrojmë o xhamat, sa më nalt jetë njeriu në pushtet dhe në influencë, aq më e rrezikshme bëhet mendjemasia, sepse kjo mendjemasi e kthen njeriu në arrogant, edhe në momentin që kalon në nivel arrogancë, çfarë bën? Të gjithë pushtetin e tij që e ka dorë, çfarë bën me të? Sklavron. Ala fil ardi wa ja'ala ahliha shia. Për çan? Për shkak kujt? Për trut pushtetin. Tjetër gjë, vret. Faraoni vrau fëmijët e Benu Israilëve, edhe burrat e tyre do të me lanë vetëm gra. Dhe Musa alayhis salam ishte në fillim viktime kujt? E kësaj politike të faraonit. Po rreziku më i madh i arrogancës dhe mendjemasisë kush është? Se mendjemasia shkatron civilizimin xhamat. Arroganca shkatron civilizim. Dhe çdo civilizim ka filluar shkatrimin e vet në momentin kur ata që kanë qenë liderët e tij kanë kaluar në nivelin e arrogancës. Janë bërë arrogant. Janë bërë arrogant. Do me thonë kanë menduar me që tashmë gjithçka e kanë dorë dhe me pushtetin e tyre mund bëjnë gjithçka. Prandaj dhe Allahu mandushëm sjell dy civilizime të mëdha përballë njëri tjetrit. Civilizimin e faraonit dhe civilizimin e Sulejmanit alayhis salam dhe Jusufit alayhis salam. Dhe Allahu mandushëm na e përjetëson në Kur'an për të na thënë Sulejmani e pati pushtetin. Por ajo që ka karakterizonte Sulejmanin dhe Jusufin kush ishte? Modestia. Dhe në momenti kur Jusufi u realizu ëndra, çfarë bëri? Me njerë u kthye tek Allahu mandushëm. Me çfarë? Me falënderim për xherusin e Allahut mandushëm dhe me një oratë apo dua të veçantë. Tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Po Allah mandushëm më mundoh që ta mbyll jetën time si musliman dhe më bashkoj me njerëzit e mirë. Po faraoni raun tjetër. Nëndë argumente Allahu mandushëm njëri mas tjetrit. E mora gjin për të kosët, për kalecat, pilingonat, morrat, mendërysh, e tjere më. Pra, si ndëshkim për Allahu mandushëm. Deri sa në fund u dorëzu faraoni dhe i tha Musait, merre popullin tonë, hik. E shpëtoi popullin e vet Musai nga skllavëria e faraonit. Mënyra se si e shprehu arrogancën e tij, faraoni ishte kush? Vrasja, eliminimi, skllavëria, përçarja. Dhe nga efekti i kësaj përçarje ishte se Karuni, edhe pse ishte për popullin e Musait, u bë me faraonin sepse i dha shumë lehtë. Domethënë, një nga problemet kryesore o xhamat të arrogancës në shoqëri kush është? Sepse përdor mekanizmin e shkatrimit të ndërgjegjes njerëzore. Cila që tema kryesore në këtë zgjedhje? Vota e bleme. Për shoqëria shumë probleme.
Po i shoqëria është shumë problem. Flasim nga këndvështrimi kuranor. Një shoqëri shet ndërgjegjen e vet, edhe dëshmin që e cila është dëshmi. Wa aqimu shahadat lillah. Allahu manushëm thot dëshmin i jepeni për hatër të Zotit. Dhe një nga mëkatet më të rënda në shoqëri kush është? Dëshmia rrej me një nga 9 gjunafe të mëdha al-mubiqat, thot pejgamberi. Shkatrimtare të individit dhe shoqërisë. Është kush? Vota e shitme. Vota e shitme. Dhe vota shitët jo vetëm me parë në xhep, edhe pse kjo është forma më banale që vazhdon ta përjetojë për fatkeq shoqëria jonë. Për ti politizimit, është problemi i të ardhmes popullit tonë, është problemi i të ardhmes brezave, dhe unë gjë rastin të them këto veçanit brezit ri, edhe atyre që na dëgjojnë, kujdes me këtë çështje, është çështje shumë e rrezikshme, dhe kujdes atyre që Zoti i ka sprovuar me mekamet, me pozita të caktuara në shoqëri, kur arrin kjo punë dhe ky fenomen, dhe ky kancer i madh deri në nivelin atyre, le ta dinë se ata janë shkatrimtarët kryesorë të asaj shoqëria, dhe do apo s'do e kanë vënë veten e tyre në kategorinë e kujt? Të Karunit, janë bashkë me Karunin. Ai thot pejgamberi alayhis salam, atë që e mashtron pushteti i tij ditën e Kiametit ka përqen me kë? Me Faraonin. Atë që e mashtron parria e tij ditën e Kiametit ka përqen me Karunin. Edhe Karuni u bë pjesë e Faraonit. Shpëtoi Musa alayhis salam me popullin e tij, u nis për t'u largu. U gjen përballë detit me njëherë suita e vetë, suita e Faraonit. Qa i thanë, e le Musajin, a.s. me popullin e ti të largohet, pa ata do largohen, diku do bëhen të fortë fuqishëm dhe do provojnë rrezik për ti. Plus kësaj, ti tashmë të është dëftu imazhi, se nuk arrite me imbajtë në sundim kë popullin e Musajit. Dhe kjo është një nga problemet kryesore të arrogancës, se kur njeriu bie prej përfundimisht e kthetrave të arrogancës, e ka jo të lehtë me shpëtu. Pra ne thot Allahu më në Kur'an, wala tattabi'u khutuwati shejtan, dhe mos i shkoni mrapa hapave të shejtanit. Dhe çarku më i rrezikshëm i shejtanit kush është? Arroganca. Ai bashkë me popullin e vet, ku përfundoi Faraoni? Në mes të detit. Dhe thot Allahu më shumë, el yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Sot do të shpëtojmë ty me trupin tënd, që ti është argument për ata që vinë pas teje. Argumenti kujt? Një nga argumentat, ka thotë Allahu më mënyrshëm, shikojeni se ku e çon njeriu, popujt e civilizimet, arroganca. Edhe është mirësia Allahu më mënyrshëm që e ka ruajtur trupin e Faraonit në gjyqin Kairo. Dhe unë e këshilloj kushdo që shkon dhe viziton atë vend, që Allahu më mënyrshëm inshallah shkruan sa më shpejt nga Faraoni atë vendi, le ta vizitojë atë muzeun ku është kush Ramsisi i dytë, për ta pa me sytë e vetë atë që Allahu më mënyrshëm e ka thënë Kur'an. El yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Sot do të shpëtojmë ty me trupin tënd që ti je argument për ata që vinë pas teje. Dhe argumenti më i madh kush do kisha dashur këta ata që janë sprovuar me poste. Veçanërisht ato me poste të larta. Dhe pastaj shkojnë ta vizitojnë muzeun e tij. Ta shohin një fjase, ai Faraoni me ato piramidat e larta, në fund ku përfundoi mes të detit, po edhe nëse s'do kishte përfunduar mes detit, ku do shkonte? Shefin, li tekune li men khalfaka aya, që thjesht për ata që vinë pas teje, argument. Njeriu kur arrin në nivele të larta ka mundësi me qenë një prej dyve, s'ka tret. O ka mundësi me qenë Faraon, o ka mundësi me qenë Sulejman ose Yusuf. Dhe kjo është një zgjedhje me vërtet e vështirë, lumë për ata që dinë me zgjedh, mirë për ata që arrin ato nivele të larta dhe nuk dinë me zgjedh, vetëm në mënyrë që njeriu të arrujë zemrën e tij nga me madhësia dhe arroganca, është vetëm duke u strehu tek Allahu më mënyrshëm. E para, e dyta duke kujtuar mirë natyrën e dunjas që është shumë e përkohshme, dhe e treta duke kujtuar mirë shpërblimin e madh të Zotit në xhenet dhe ndëshkimin e tij të rënd në xhenet. Pra ne thot pejgamberi alayhis salam, 7 kategori ka përqenë në hijen e Allahut më mënyrshëm, atë ditë kur nuk ka hije veç i Zotit. I pari prej këtyre 7 kategorive është sunduesi i drejtë, i cili rreth par ka sunduar veten e tij, e ka mposht egon e tij dhe ka përdorur pushtetin e tij për të hapur drejtsinë faqe të Dheut. Allahu na bëf prej tyre, Allahu i bëf brezat e rinj prej tyre. Allahumma amin.